Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të votojë kundër draftit të socialistëve për referendumet. Në konferencën për mediat, kryedemokrati u shpreh se ky është një tjetër hap i Edi Ramës për të mbuluar vjedhjet e tij. Por ne të votojmë në mënyrë të njëanshme ligjet të Partisë Socialiste, nuk votojmë asnjë. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama përpiqet me shashka të mbulojë vjedhjet që ka bërë. Krye opozitari preku edhe çështjen e rritjes së çmimit të naftës, duke bërë përgjegjëse qeverinë që sipas tij nuk frenoi abuzimet në treg. Në Shqipëri ky çmim tejkalon me 60% çmimin e naftës në Maqedoni dhe në Kosovë. 350.000 ton naftë kontraband hyn në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. Lideri i opozitës u shpreh se Partia Demokratike ka gati paketën me programin e saj që vendos mbi nafton të njëjtën ngarkesë fiskale, ashtu si në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë.